Përshëndetje nga unë Ujeza Doshani, bashkë të njemi me zhvillimet kryesore të ditës. Goditet grupi i trafikut të drogës pa ka lëshuar 14 urdhër arreste. Mes të arrestuarve ka edhe antar nga afisi Raja, janë sekuestruar 430.000 euro. Në kryeqytet u zhvillua forumi i PES ekonomik i Tiranës, organizuar nga Forumi Ekonomik i Delfit. Kryeministri Edi Rama i bëri thirrje sipërmarrësve të investojnë në Shqipëri. Kuvendi ka hapur garën për vendi vakant në gjykatën kushtetuese pas përfundimit të mandatit të Elsa Toskës. Përfaqësuesit e PD-s ndërkohë në Komisionin e Ligjeve kundërshtuan procedurën. Mediat italiane raportojnë se Roma synon të riaktivizojë marrëveshjen me Shqipërinë për transferimin e migrantëve. Nëse projekt ligji i qeverisë Meloni miratohet në parlament, qendra e gjadërit pritet të rihapet në pranverë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka kërkuar shkarkimin e kryeprokurorit. Sipas kërkesës së dorëzuar në kuvend, prokuroria ka lejuar publikimin e dokumentave sekrete nga çështjet në hetim. Ukraina dhe Rusia përplasen sa i takon çështjes së zgjedhjeve. Presidenti Zelenski deklaroi se procesi elektoral mund të mbahet brenda 90 ditëve nëse garantohet siguria, ndërkohë Moska reagoi duke thënë se zgjedhjet në Ukrainë janë një shfaqje teatrale. Edon Zhegrova pritet të jetë titullar në ndeshjen që Juventusi do të luajë sonte ndaj Pafos në Champions. Konfirmimi erdhi nga vetë trajneri Spalletti. Ndërkohë për lajme të tjera nga vendi, rajoni dhe bota, mund të shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play, si na ndiqni në kanalet tona Instagram, Facebook, YouTube dhe TikTok.